E sahabët radiallahu anhum arritën kënaqësinë ndaj Allahut azza wa jall të pas mendim të mirë për ta. Allahu në disa vende në Kur'an tregon se ka qenë i kënaqur me ta radiallahu anhum wa radu anhu. Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata u kënaqën me Allahun azza wa jall. Po ashtu Allahu thot për ta yuhibbuhum wa yuhibbun. Allahu i ndan edhe ata dojnë Allahun. Pra gjithmonë Zoti paraprin qoftë në dashni, qoftë në kënaqësi krijesa, pasi që është i pari pa fillim dhe s'lejon me të kalu askush. E dyta gjë, sahabët radiallahu anhum prej mendimit mirë që kishin për Allahun azza wa jall, besun në çdo gjë që erdhe në Kur'an dhe Sunet dhe i jetëson mësimet e Kur'anit dhe Sunetit. Dhe të din se sahabit ka pas prej tyre që një sure që e ka mësu ka zonë ndoshta 12 vjet derisa e ka përfundu. Qysh për men Imam Maliku rahimahullah në Muwatta për Omerin radiallahu anhu dhe për birin e tij Ibn Omerin, sa Omeri 12 vjet e biri i tij 8 vjet kanë bërë derisa e kanë mbaru surën Bekara. Kur janë pyet se pse ka zgjat, thonë nuk ka jetën të, se kena jetësu mësimet prej saj. Ndaj jetësimi mësime prej Allahut azza wa jall është për shkak të mendimit të tij. Pasi që mendimi i mirë për Allahun i bjen më koni bindën se Allah ka më të shpërblyen gjithë atë që ka treguar nëse vepron. Pra është çështje imanore. Padyshim lidhet me bindje. Dhe më koni bindën se Allah ka më dënuar gjithë ato gjëra që nëse i vepron ndeshkohesh për to. Për shembull, Allah ka përgatitur shpërblime madhështore për ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra që nxiten prej imanit, qoftë namaz, qoftë sadak, qoftë agjerim, punë tjera të mira. Po ashtu ka kërcënu Allahu dhe i dërguari i tij në Kur'an dhe Sunet se nëse dikush bën gjunahet mëdha që është alkooli, droga, përdorimi i tyre apo mbrasja njerëzve, marrja me kamat ka më ndeshku. Dhe prej mendimit mirë për Allahun është me besu se nëse kushdo që i bën këto vepra ndeshkohet. Ndaj nuk i bën mendimi i mirë që nuk ka më ndeshku në asnjë rast. Ky është prej atyre që quhen si zbukurimet shejtanit që u bën rob. Bëj çka dush, sa Allah ta fali jo. Duhet me bo ato që Zoti ka premtuar për to se të fal. Dhe do të më largu prej atyre që Allah ka premtuar se nëse largohesh prej tyre falesh. Ose nëse i bën ndeshkohesh. Pra është e lidhur kjo komplet me bindjen e kuptimit fesë sipas qëllimeve që Zoti don dhe jo sipas tekëve tona.